në datës 14, data 14, një ditë shumë e rëndësishme e këtij tetori ku do të flasim shumë për sa i përket të çështjeve madhore dhe ndryshimeve. Dita e sotme ka jo vetëm ndikime, por ka dhe shumë mundësira, sepse Afrodita kalon në shenjën e dytë sundimtare të shenjës tuaj në peshore, ku Afrodita është planeti i bukurisë, i marrëdhënieve me paran dhe në ndikimin në peshore jenë me disë ideal për të shprehur dhuratat e saj dhe për të dhënë në një favor në fatin tuaj në lidhje me çështjet e punës, në lidhje me çështjet e karrierës dhe jo vetëm. Në të njëjtën ditë ku formohet ndikimi i Afroditës në peshore me Neptunin në dash, ky kënd mund na bëjë më nostalgjik për të kaluarën, me tendencë për të realizuar disa gjëra që i kemi lënë pas dore. Dhe kjo duket se kemi të gjitha mundësitë që neve na jepet për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe